konstaton që shkohet në zgjedhje, atëherë s'ka edhe arsye që të merren vesh, përveç që presidentja ose në atë rast ushtruesja e detyrës Zonja Haxhiu, që do t'i thras partitë politike për ta caktuar datën e zgjedhjeve. Nuk ka arsye për takime tjera, pra janë konsumuar në tërësi. Sa është e logjikshme të shkojmë sërish në zgjedhje, zotri Salihaj, sepse çfarë zgjedhje ofrojnë zgjedhjet në fund të ditës? Unë mendoj që kjo është e stërtepruar, pra është konsumuar jo një herë, po disa herë, edhe shkurja e re në zgjedhje i bën dëm të jashtëzakonshëm Kosovës. Sot e ka Kosova një problemin e presidentit. Nëse shkojmë në zgjedhje të reja, mund të lindin 3 probleme tjera. Pra, edhe konstituimi i kuvendit vend pyetje, edhe formimi i qeverisë vend pyetje, edhe zgjedhja e presidentit është me pikpyetje të mëdha. Pra, prej një problemi që kemi tash, lindin 3 probleme të mëdha dhe ne kthehemi në pikën 0 që e kishim për 9 muaj gjatë vitit kaluar. Pra, do ta kemi atë situatë që e kishim për 9 muaj dhe gjendja e zgjidhjeve do të jetë tepër e vështirë, siç edhe ka qenë gjatë vitit kaluar. Pra, unë mendoj që interesi të gjitha partive politike është që të gjejnë zgjidhje për çështjen e presidentit, nëse gjykata kushtetuese mundson një proces të ri. Pra, nuk është interes i Kosovës të shkojmë zgjedhje të reja, sepse nuk e dim çka prodhojnë. Pra, janë plot me të panjohura, edhe mund ta krijojnë një situatë shumë më të keqe se sa e kemi tash momentalisht. Prandaj është interes veçanërisht i vetëvendosjes që të gjejnë zgjidhje në këtë drejtim, sepse në zgjedhje të reja, pa marrë parasysh kur do të mbahen,